Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet orës 12. Për herë të 10 ka dështuar përpjekja e konstituimit të kuvendit. Edhe seanca e së shtunës ka nisur me votimin për krimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë për ta zgjedhur kreun e ri të organit ligjvënës, por mori vetëm 54 vota. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe kanë refuzuar sërish që të propozojnë një përfaqësues për këtë komision. Pas dështimit të votimit për komision, kryesuesi Avni Dehari e ka ndërprerë seancën, e cila pritet të vazhdojë të hënën në orën 10. Kanë vazhduar reagimet e opozitës pasi sërish nuk kaloi propozimi i VV-s që kryetari kuvendit të zgjidhet me votë të fshehtë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se partia e tij nuk do të ketë asnjëherë votë për kandidaten e LVV-s Albulena Agjiu si kryetare e kuvendit. Ai ka theksuar se sa herë që LVV-ja do ta përsërisë emrin e Agjiut, PDK-ja nuk do ta votojë. Deputeti e LDK-s Hykmete Bajrami ka thënë se përderisa lëvizja vetëvendosje nuk do të reflektojë, situata do të mbetet e njëjtë. Bajrami përsëriti se ndryshimi për votim të fshehtë është shkelje ligjore e kushtetuese. Deputeti AK-s Time Kadriaj ka thënë se lëvizja vetëvendosje po e shfrytëzon kryesuesin e seancës konstituive Avni Dehari për taktika politike. Kadriaj bëri thirrje edhe një herë që VV-ja ta ndryshojë emrin e kandidatit për kryeparlamentar. Deputetja nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Donika Gërvalla ka akuzuar partitë që legjislaturën e kaluar ishin në opozitë për blokim të procesit. Ajo e ka quajtur të pakuptim të refuzimin për ta miratuar mundësinë e votimit të fshehtë. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Donika Gërvalla e ka marrë përgjegjësinë për të shpjeguar fjalën hajvan, të cilën Albin Kurti e kishte përdorur në ditën e zgjedhjeve. Pas ndërprerjes së seancës konstituive, Gërvalla tha se fjala e cila që e përmendur nga kryetari i kësaj partie Albin Kurti është keq interpretuar. Ajo ka thënë se hajvan është quajtur vetëm një njeri dhe jo e gjithë opozita. Megjithatë, nuk ka treguar se ndaj cilit lider të opozitës është përdorur ky term fyes. Askush nuk i ka quajtur deputetët hajvan. Është quajtur një person që ka bërë premtime që te i kalonin shumën jo vetëm të buxhetit të shtetit, por të gjithë GDP-s. Në atë kontekst është përdorur, ka thënë Gërvalla. Gjatë fushatës zgjedhore, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pati premtuar se do të investonte 25 miliard euro në projekte kapitale nëse do t'i fitonte zgjedhjet. Për 4 vjet qeverisje, ai pati premtuar 3 miliard euro në infrastrukturën rrugore, 1.5 miliard euro investime kapitale në arsim e shëndetësi, 1 miliard për ndërtimin e digave për furnizim me ujë e 1 miliard euro për modernizimin e të rrjetit të transportit hekurudhor. E Kurti në fjalimin e 10 shkurtit nga sheshi i Prishtinës pati përmendur edhe çështjen e koeficientit. Shpej premtimeve kanë dhonë. Thajshin... Në raportin e fundit për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, Kosova është renditur e 99 në botë nga 180 shtete. Në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, Kosova qëndron më së keqi pas Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës e Serbisë. Por sipas avokatit Arjanit Koci, Serbia nuk ka si të jetë më mirë se Kosova, me që siç ka arsyetuar ai, atje mediat janë në duart e pushtetit, e në Kosovë pushteti kritikohet çdo ditë. Koci ka quajtur luftë speciale kundër Kosovës, paraqitjen e Kosovës nga Reporterët pa kufi. Në Serbi, prokuroria hesht ndaj kërcënimeve. Në Kosovë, policia dhe prokuroria reagojnë shpejt për mbrojtjen e gazetarëve. Në Serbi, reklamat publike dhe fondet shkojnë vetëm për ata që lavdërojnë qeverinë. Në Kosovë, kjo nuk ndodh. Në Serbi, shqiptarët demonizohen çdo ditë si armik.
Në Kosovë nuk ka fushata urrejtje ndaj pakicave në asnjë media serioze. Po si ndodhi që Serbia u rendet më mirë? Kjo nuk është gabim teknik. Është pjesë e një lufte speciale kundër Kosovës, ka shkruar Koci në Facebook. Ai ka theksuar se reporterët pa kufi janë bërë dashje pa dashje pjesë e fushatës për ta barazuar Kosovën me një regjim autoritar dhe për ta zhvlerësuar çdo gjë që është ndërtuar me shumë mund. Çdo gjë që e kemi ndërtuar me shumë mund. Kosova Lapidari i dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Saradran të Istogut është vandalizuar. Ai është përlyer me një ngjyrë të kuqe, ka njoftuar për kohën asamblisti i Kuvendit Komunal Hajru Shoshi. Dëmtimi i lapidarit ka ndodhur pak ditë para përvjetorit të kësaj masakre. Shoshi ka deklaruar se banorët e kanë vërejtur këtë në mëngjesin e së premtës, duke shtuar se menjëherë janë njoftuar autoritetet policore. Për rastin ka reaguar edhe kreu i komunës së Istogut, Ilir Ferati, i cili u bëri thirrje qytetarëve të fshatit që ta ruajnë qetësinë.